Mirë se vini në podcastin The Art of Communication. E kemi knatësinë, e kemi mundësinë të jemi sot me një musafir shumë special. E falenderoj nga zemra tani për tani. Është zonja Blerina Pëllumbi. Blerina, mirë se vjen. Përshëndetje Fitim, faleminderit shumë për ftesën tuaj. Ju lutem. Është një kënaqësi shumë e madhe të jem e ftuar ekskluzivisht për ju. Për herë të parë nga një shqiptar që jeton në Gjermani, në diasporë, sepse dhe unë jetoj jashtë, dhe kjo është një kënaqësi dyfishe imja që si patriot shqiptar që jemi ne diskutojmë për vlerat të bukura të artit. Shumë faleminderit që e keni kputat pjesën e kohës tjetës, që është diçka që nuk kthehet kurrë. E jeni pjesë e këtij podcasti që ka vlera jashtëzakonisht për të ne gjithë që jemi sidomos në diasporë. Faleminderit shumë juve. Tani pa humbur edhe kohë, po kaloj të dy pyetjet e para që zakonisht shikuesët vetë i shtrojnë ato, nuk kam ndikim personalisht, po i pranoj shumë dhe ato selektohen në formë, dy nga ato do në shtrojnë. Pa humbur kohë, po kalojmë pyetjen e parë. Pyetja e parë është kjo: çfarë të frymëzoi vërtet të shkruaj këtë libër? Fitim, ajo që mua më ka frymëzuar më shumë, kam thënë dhe më përpara dhe në disa intervista që kam bërë, ka qenë vetja ime. Unë jam nënë e 2 fëmijëve, të cilët i kam rritur ata e vetme. Zoti. Faleminderit shumë. Dhe përtej asaj të përditshme që unë jetoja çdo ditë, brenda meje shikoja që ekzistonte një grua e madhe, një grua e cila kishte çfarë të jepte botës çdo ditë, qofte edhe në ato format e thjeshta, siç është dhe ky komunikim që po bëjmë së bashku, dhe mendova që këtë grua unë ta sjell fuqishëm me tiparet më të bukura të gruas shqiptare në një libër. Dhe shkrimet e mia i kam filluar në 2014, por e kam realizuar si libër në 2018 për herë të parë në Shqipëri. Faleminderit shumë për informacion të rëndësishëm që ta kuptojmë nga dal hap pas hapi se me të vërtet kush jeni ju bestseller autor i kësaj libri që ka bënë bujë të madhe në mediat, sidomos në Shqipëri, po edhe në sferat internacionale që ka rëndësi jashtëmase. Pyetja e dytë do të jetë kjo për ty: cila është e vërteta më e fortë që lexuesi duhet të marrë nga ky libër? Dhe sa është e rëndësishme që gjithë secilit e ne ta lexoj këtë libër, ta konzumoj këtë libër? E vërteta më e madhe që duhet marrë nga ky libër është ky libër mban në vetvete shumë dhimbje. Por ajo që duhet të marrë nga ky libër dhe që tashmë e ka marrë lexuesi, sepse un kam shumë komente nga lexues të ndryshëm, është forca. Dhe doja t'ju thoja të gjithëve që përtej dhimbjes të padurueshme e cila vjen në jetë, dhe ne nuk kemi çfarë i bëjmë, ekziston një forcë e brendshme e gruas shqiptare, e cila dominon mbi çdo dhimbje dhe ato lot të dhimbjes, ajo sot i kthej në diamante që shkëlqejnë gjithë botën. Dhe këtë gjë unë e kam bërë qëllim që kur kam filluar të shkruaj fletët e para të librit, duke i premtuar vetes që këto lot të dhimbjes unë do i kthej një ditë në diamante. Dhe me ato diamante dua që të shkëlqej të gjithë nënat dhe gratë shqiptare që janë si unë, që rrisin fëmijët e tyre të vetme dhe që dinë të përballojnë jetën në të gjitha etapat e saj. Duke filluar që nga rinia, që është mosha më e bukur, dhe deri kur njeriu thinjet, plaket, por nuk vdes. Unë dua të krijoj diçka të përjetshme, dhe kjo ka të bëjë me mua personalisht dhe mendoj se ja arrita, sepse krijova një kryevepër botërore tashmë, e cila ka fituar një çmim shumë të rëndësishëm në arenën ndërkombëtare në pjesën e librave, pra në romanin fiction familjar.
Faleminderit, është me të vërtet një krenari që e ndjej personalisht. Kjo ka qenë edhe arsye pse të kam shkruar. Ka qenë ai moment që më ka kaplu mu, nuk kam pas në zgjidhje tjetër për post të shkruaj, sepse nga ajo që e kam Faleminderit shumë. shpirt, ajo pjesa etiko-morale, suksesi yt është suksesi ynë. Duhet ta kuptojmë. Faleminderit shumë. Është interesant se pjesa e komunikimit ku jam unë në botën time, ta kuptojmë se dhimbja është proces. Shumë njerëz këtë botë kanë frikë nga dhimbja, që ka ndodh kur ka frikë, ti e din? Atëherë shtangohemi, nëse pranojmë dhimbjen si proces, atëherë ndodh diçka e bukur, sepse dhimbja mundet mu shndërru me kohën, po dukeni pa fol hiç, është shumë e mirë diçka, dhe me dhimbjen gradualisht e kuptojmë që vetë dashnia është diçka shumë e bukur që na formon me kohën. A ka mundësi të afrosh librin që të gjithë shikuar të shohin edhe një herë më afër? Wow! Ky është libri. Kopertina, siç e shihni, është shumë interesante dhe këtë Po, kopertina ka realizuar djali im, sepse ai është grafik shumë bukur. designer. Po siç e shihni, këtu është një fytyrë gruaje që qan, madje edhe për kopertinën ka marrë vlerësimin më të lartë të librit. Dhe Është mbrapa mesazh super. është një Po, grua që shkon drejt dritës dhe ky është dhe mesazhi që është dhënë qoftë me titullin e librit, por edhe me pamjen. Dhe siç e shihni edhe këtu, është një wow! grua në një burg të madh, por ajo kthen kokën gjithmonë nga drita. Dhe unë këtë dritë të shpirtit gruas shqiptare doja që ta sillja me këtë libër dhe mendoj se e kam sjell Po, mjeshtërisht, edhe pse libri ka shumë dhimbje. I paralajmëroj njerëzit që kur ta lexojnë, libri është pak thriller dhe është pak i dhimbshëm, por është shumë optimist. Në krahasim me klasikët apo me shkrimtarët e mëparshëm që kanë shkruar për dhimbjen, duke e paraqitur atë si një mundëse të njeriut, pra si një vrasje të njeriut, unë dhimbjen e sjell si forcë, e sjell si një sfidë ku njeriu përballet me veten, po, me forcën e tij, por dhe me karakterin e brendshëm, të cilin mundohet ta ruaj me dinjitet. Dhe te ky libër vjen një grua me shumë dinjitet. Unë do doja shumë që njerëzit ta lexonin dhe ta po. shfletësonin librin për të zbuluar këtë grua kaq të fuqishme, të cilën unë pa frikë e them sot, sepse më përpara e kam mbajtur paksa si të rezervuar këtë pjesë, por historia brenda në libër është historia e jetës time, është një histori e vërtet jete, Po. dhe unë isha e bindur për këtë sukses që në hapat e para që kam filluar ta shkruaj këtë libër. Madje shumë njerëzve ju thoja që ky libër do jetë një ditë në Hollywood, po kur mua më shihnin me rroba pune fitim, Po, sepse po. unë jam njeri shumë i thjeshtë. Askush nuk më besonte ose kur më shihnin me duar me kallo, librat unë i kam shkruar natës sepse isha e detyruar të bëja 2 punë në ditë për të rritur fëmijët e mi. Por Wow! unë e shikoja atë ruan gjigande që ishte brenda meje. E shifja dhe sot ja u sjell të gjithëve përpara, një grua e thjesht punëtore, me dinjitet, çan jetën dhe nëpërmjet dhimbjes formon forcën më të madhe që mund të ketë një grua. Shumë faleminderit. Tani pyetja ime e radhës është me të vërtet, unë kam një bindje që këtë libër të gjithë duhet ta lexojnë. Jo vetëm gratë, po edhe burrat. Jo vetëm burrat, po E edhe ka fëmijët. lexuar Krejt ta fitim dhe lexojnë. bura. Të lexojnë të gjithë, sepse është një lektyrë që na duhet gjithëve për zhvillim personal, se në dhimbje na shndërrohem. Cilët janë 3 diamantat që i kitin librin tonë dhe që ai që e lexon e kupton edhe thotë wow. E ndjen veten, cilat janë këto 3 diamantat që e krijojnë këtë urën mes teje edhe lexuesit. Fitim, në fakt, te ky libër Po, un kam sjell jo vetëm gruan, por edhe botën që atë e rrethon. Edhe një diamant shumë i madh dhe i fuqishëm, më mendoj se është vetë bota që atë e po, rrethon. Ajo përballet me të papriturat të jetës dhe me një botë shumizore, me një
me një botë të cilën më vjen keq ta them, një botë njerëzore të cilën ne po e humbasim çdo ditë, Po, sepse po humbet humanizmi, po humbet mirësia. Dhe vetë gruaja shqiptare që kam paraqitur në këtë libër është ai diamanti më i madh. Ajo nëpërmjet heshtjes së saj flet, nëpërmjet faljes së saj i jep mesazhe dashurie, nëpërmjet luftës që ajo bën çdo ditë për mbijetesë, jep forcën e saj. Dhe diamanti më i madh është vetë ajo grua, pastaj është bota dhe janë të gjitha hallkat e jetës së saj, mendoj se janë hapa të mëdhenj që ajo i zhndron vetë në diamante. Është forca e saj që është një diamant për të ecur përpara dhe asnjëherë mos e kthesh kokën mbrapa, por në rrugëtimin e saj ajo ka falur shumë, ka dhënë shumë dashuri dhe ka dhënë më të mirën e saj. Duke dhënë çdo ditë në hapa të vegjël më të mirën e saj, ajo ka realizuar veten dhe ka zbuluar se është shumë e veçantë dhe duhet të dëgjohet. shumë faleminderit, me të vërtet është kënaqësi të kemi këtu, e them edhe një herë me plot zemër e shpirt, sepse ajo se çka ti na jep tani ka vlera që shumë zonë, posa që është këtë bodu ku jetojmë tani ti gjejmë. Pyetja ime radhës, ku mund ta blejmë librin tënd? Libri Lotët e një gruaje është në 2 gjuhë, frëngjisht dhe anglisht është në Amazon dhe në të gjitha portalet online, e kanë marrë gjitha portalet në Google, duke filluar nga eBay, në të gjitha shtetet e botës, në Angli, kudo, të gjitha portalet më të mira e kanë. Ndërsa në Shqip, ata duhet të më adresohen mua me mesazhe në numrin në WhatsApp. Okay. Dhe libri ju vjen me post, kudo që ata ndodhen, qofshin në Kosovë, në Shqipëri, apo Maqedoni, apo në treva ku flitet Shqip, unë e dërgoj atë me post, nga Shqipëria. Libri prodhohet në Shqipëri. Me gjithë qef, nëse na dërgon linkun, do e futim në bio, që t'jetë edhe në YouTube, që ata që kanë dëshirë, ju them të gjithve, është e domosdoshme ta konzumoni këtë libër, që drejt për drejt kanë mundësi të kontaktojnë ty personalisht, sepse është jashtë mos, i autoria e vitit. Faleminderit shumë. Ishte një surprizë shumë e bukur. Ishte shumë e veçantë për mua. Nuk e prisja, sepse aty kishte shumë finalist fitime dhe kishte shumë bestseller. Kishte bestseller. Dhe nuk e mendoja që një blerin që nuk është bestseller, unë nuk isha bestseller, të merrte këtë çmim, sepse unë fitova në romanin më të rëndësishëm, roman fiction familjar. Dhe aty kishte konkurrent nga gjithë bota. Po. Kishte konkurrent. Unë besoj se jam një djallë katuni, e të nan katun thojnë, mundi nuk hub, po shpërblehet. Ajo që ka dhom nga zemra, ajo kthehet shumë fish mbrapa. E besoj që kjo ka qenë një ndër arsyet se unë e kuptova dhe sfiden që ke shkru natën për mi mojtë familjen. E kjo është një mund diçka që vdel nga shpirti, ajo është e papranueshme, nuk ka. Po fitimi dhe shkrimi i librit është bërë në kushte të vështira emocionale. Dhe të mundësh dhimbjen dhe të ulesh të shkruash përtej dhimbjes është një mision, është një mesazh, dhe kjo preku të gjithë, mendoj unë, ekipin që e vlerësoi. Sepse ndonjëherë dhimbja të mbyt, dhimbja nuk të let që ti të japësh më të bukurën e zemrës dhe të shpirtit. Duhet ta kesh dhe përtej asaj dhimbje ta japësh. Po kur të lexoni librin, unë e kënaqësi juve vetë personalisht do t'ju dhuroj libër, do ta kuptoni që është diçka shumë heroike që ky libër është shkruar sot. Unë besoj ashtu. Nuk besoj se një person tjetër mund ta kishte shkruar, unë kështu mendoj vetë, sepse e njoh persona rreth që përballen me dhimbjen, por nuk arrin ta përtypin dhimbjen, nuk arrin ta tejkalojnë apo të buzëqeshin përsëri. Është diçka, mendoj është forcë më shumë se sa. Çdo fjalë që e the ti e pranoj edhe përjetoj në çdo formë. Kjo më kujton kur isha në
performancën finale 2025, ky titullin që fitova Spika Slam, ishte shqiptari i Urime. parë, faleminderit, në histori. Do me thonë, kisha përgatit diçka, po nuk e gjeta aty veten. Nuk besova thjesht që do kvalifikohem për finale. Mirë, po kur ndodhi kjo, ne kisha përgatit diçka, e mora, coptova letën, thash, ja, gjithë këtë rrugë e kom bo, që ka fillu para 7 vitesh, me rrugën tem drejt Indis, kur i ka atëherë, për më kthym botën spirituale. Thash, tash kjo letër në të krym, po nuk jeti kjo. E këto fjalë që i theti, ma kujtove atë momenti kur unë e pata mikrofonin para goja dhe fillova me fol nga një botë ku u ndisha për momentin. Edhe aty për aty e kuptova që e krijova atë fotografin për shikuesin, po edhe për zhyrin që më dha për shembull fitoren fund fundit. Unë plotësisht jam aty me ato fjalë që ti i the dhe plotësisht pajtohem. Fitimi, unë do të tregoj dhe rrugtimin tim më të vështirë në Francë. Unë edhe sot jam pa dokumenta këtu, por kur kam arritur në Francë fitim, kam arritur me qëllimin që këtë libër në Shqip, ecja me libër në dorë, doja ta bëja në gjuhën frëngjisht. Kur e kam bërë në frëngjisht, e kam çuar në disa librari këtu, nga që isha pa dokumenta, askush nuk ma mori librin. Po, Unë ndjeva keq, libri është si një fëmijë. po. Lotoja dhe kam telefonuar mikun tim në Amerikë, që është zoti Kujtim Ajdari, i cili është dhe përkthyesi i librit në anglisht. Wow. Ai tha që ti Blerina ke shkruar një kryevepër botërore. Nuk e shkruar një libër të thjesht. Ai e ka përkthyer dhe pastaj e kemi paraqitur në konkurset e mëdha botërore në gjuhën anglisht. Më shumë dhe si sfidë edhe me vetë Po. Francën, për t'ju treguar që një grua shqiptare vlen, dhe sot kur atyre unë ju tregoj kupën, të gjithë e duan librin, por nuk ja jap më asnjë shtëpi më kushte. Tani do e mbaj vetëm në Amazon, e kupton, Po. domethënë është shumë vonë. Është Po shumë vonë. janë kushte tani për tani dhe ka mundësi, për shembull, depërtim ma lehtë, është procesi teknik ma i këndshëm se para disa vite. Po. Sepse Edhe në Hollywood fitim duhet të isha, por pa dokumenta nuk shkoja dot. Ju kam dërguar emaila, mundet që nëse unë fitoja, normalisht nëse unë do fitoja, ti jepni kupën mikujt tim që jeton në Shtetet e Bashkuara Amerikës. Dhe ai ishte edhe finalist vetë me poezi dhe arrita që unë e mora këtë kupë. Do me thënë është dhe këmbgulja ime që ky libër të patjetër, jeni ju libra, jeni ju ajo që e keni bo historinë, ato që e keni qitë letër, jeni ju plotësisht. Unë kënaqem duke ndëgju këto fjalë sepse sfidat më të mëdha na formojnë neve, sidomos dhimbja. Tani pyetja ime radhës dhe të është, çka do të presim të ardhmen nga ti, ku do të shkon, çka do të lind, si do të formohet, a keni diçka të gatshëm, a jeni në proces, ku gjendeni për momentin? Unë për momentin fitim tani jam në bisedime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ky libër të përfaqësohet me një film po në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të kthehet në një bestseller. Dhe jam duke shkruar libra të rinj, por qëllimi im final fitim, të cilin ja kam premtuar nënësime të ndjerë edhe vllait tim, të cilët nuk jetojnë në këtë botë, është që unë me të ardhurat që do vinë nga librat do ndikoj në bamirësi duke ju sjell ndihma fëmijëve jetim dhe nënave që rrisin fëmijët e vetme, si dhe në studimet për zbulimin dhe shërimin e sëmundjeve kancerogjene. Do ta bëj këtë gjë, sepse ja kam premtuar vetes dhe ëshndra ime më e madhe është bamirësia. Shpresoj të arri dhe të hap fondacionin Le Larmes d'une Femme ose Lotët e një gruaje. E thash në frëngjisht, anglisht dhe shqip, kuptohet. Pra Tears of Women dhe Lotët e një gruaje, shpresoj ta realizoj këtë gjë, sepse tashmë i kemi të gjitha kushtet që të krijohet kjo gjë. Dhe këtë dua ta bëj me gjithë shpirt, me gjithë zemër, sepse në këtë jetë jemi vetëm për pak, të gjithë, koha ikën shpejt, askush nuk ka marrë asgjë me vete, edhe kjo kupë një ditë do qëndrojnë mbi tavolinë, por veprat tona do kujtohen gjithmonë dhe unë që sot kam filluar të bëj bamirësi të vogla me të ardhurat
e vogla që vijnë. Është me të vërtet kënaqësi, desha këto dhon disa fjalë sa për këtë projekteve me i shtu, përgëzoj për këtë sukses edhe për këtë mendje të paqe edhe për këtë pjesën etiko-morale që e kinë shpirt, se kjo nuk mblehet as nuk mësohet, kjo e kinë shpirt, o je i lindur për këtë punë ose nuk je. Nusja ime e ka një kompani tani që 5 vite dhe është në kërkim e sipër të projekteve të mundshme ku mundëm mi përkrah projekte që kanë të bëjë pikërisht me fëmijët apo me fëmijët e tima. Të ftoj në mënyrë të Suksese. hapur, të ftoj të na informosh me kohën edhe një të them tani që do të jemi të gatshëm, kemi pjesë e projekteve të tilla me shpirt dhe zemër, me plot dëshirë. Tani po ta them Patjetër, duhet të hapur. krijojmë diçka të bukur Po, për Shqipërinë. po. Unë kur kam marrë kupën dhe ja u kam treguar këtyre të qytetit, kryebashkiakut, sepse unë akoma jam pa dokumenta. Ata janë surprizuar dhe Po. janë, si të thuash, kanë ngelur të shtangur si arriti një shqiptare thonë që brenda 3-4 viteve që unë kam në Francë, të arri në këto nivele. Do me thënë, ne surprizojmë botën me forcën tonë. Po. Unë punoj shumë, punoj 10 orë në ditë, iki një orë me autobus larg vetëm për të siguruar dokumentat franceze, sepse duhet jesh në marrëdhënie pune që ti sigurosh. Dhe bëj punë nga më të vështirat edhe sot, për të ruajtur dinjitetin tim, forcën për t'ju treguar në çdo moment që ne vlejmë. Ne vlejmë, ne jemi njerëz të mëdhenj, nuk jemi të vegjël, sepse ajo që na bën të mëdhenj janë përputhja ose familiarizimi e emocioneve tona të brendshme me të jashtmit, pra me emocionet më të bukura njerëzore që mund të ekzistojnë. Po. Dhe këtë gjë unë dua ta përcjell më shumë tek bota që na rrethon, që është pak sa e ftohtë ndaj emigracionit, ndaj emigrantëve. E ke prek një temë shumë të ndihshme. Ty, Zotit rujt, gjatë kësoj rrugë, gjatë këtij procesi, sepse me të vërtet je një person që ki vlera jashtë mose, sepse ato që e ki në zemër e ke hudh jashtë, nuk e ke mojt për veti. Tani, unë isha të doktor Faruk Ajeti, është ambasadori i Republikës të Kosovës në Berlin. Masi ndodhe kjo, u boni buje madhe mediatike, në fakt nuk jam për aty në tipa, mirë po masi jam unë në performancë, nuk po muna mi u shmang. Edhe atëherë kur e takova zotnin e thash dëgjë, unë nuk kam ardhur me të lyp lek. Unë të kam ardhur thash si një shqiptar në shtëpi. Në shtëpi tonë jam ardhur, këtu është Kosova. Te kishtë thash një gjë parasysh, deri me tani thash gjithçka i kemi shku njerëzve që kanë pas sukses. Të më thonë, gjithmona shqiptar të duf me shku të francezit, të anglezit, se dikush tjetër për me marrë dije. Tash, unë e kom fitu. Po. A jetu dëgju? Po. Tash unë e kom fitu titullin dhe kam diplomat e gatshme për mi kuptu edhe me dhonë ato se qka e kam shpirt. Mos shkojmë larg, po të pranojmë ato tunën. Tha qka po do me thonë me këtë punë, thash shumë thjesht. Rjetizimi, thash njerëz që lonë edhe dhonë vlera duhet të bashkuhen si forum, sepse bashk shkojmë ma larg, kurse vetën shkojmë ma shpejt. Ti lom egoizmin onash, të bashkuhem si unitet edhe të dhom ato çka është me mundur, nga shpirti dhe zemra t'i bashkojmë forcat, se ka njerëz, sidomos gjenerat e ri, ka kriju një dije jashtëmose, ka pas një integrim kolosal, të mund të mësojmë nga ata, t'i marrim ata dhe të vazhdojmë përpara. Si ide i pëlqej mirë, po si në Shqipëri po ashtu edhe në Kosovë këto procese vanojnë, ti e din, s'kam që të thëmë. Është për të ardhur keq fitim, më vjen keq për Shqipërinë që akoma Po, ata nuk pranojnë në radhë të parë suksesin, t'i arrin një sukses botëror, po, dhe ato duhet ta verifikojnë në radhë të parë në mendjen e tyre si arriti, si e bëri, si fitoi, kur ata nuk e kanë iden çfarë bëhet jashtë. Jashtë i fiton vetëm kur ke merita. po. Kur nuk mund të Po. fitosh një medalje kur ti nuk ke vlerë.
Dhe këtë gjë në Shqipëri, nga që janë mësuar apo dhe në Kosovë me burokracira, si të ta shpjegoj, unë prandaj jam larguar nga Shqipëria, sepse e pash që një femër me dinjitet si puna ime nuk mundet të çajë në atë shoqëri aq të komplikuar. Po, shumë e vërtet. Ata kanë krizë identiteti brenda vetes, akoma nuk din kush janë. Dhe kur njeri nuk e di kush është, ti nuk flet dot me atë person, sepse janë shumë të fryrë nga egoja e tyre. Janë shumë krenar për egon që kanë. Dhe kjo pengon shoqërinë tonë të ecë përpara. E pengon shumë. Dhe prandaj jam detyruar të emigroj. Unë kam qenë emigrante në Greqi, kam qenë për rreth 1 muaj në Itali dhe kam hyrë në Francë me qëllimin që të jem unë. Blerina që shkruan, Blerina që bën vepra dhe Blerina që ka dinjitet. Dhe këtë gjë e mbrojta deri në fund dhe jam shumë e lumtur për këtë kut sot, sepse është vetëm e imja. Më kupton fitim, domethënë është një kënaqësi kur ti fiton me forcën tënde. Ndërsa në Shqipëri ti je i bindur që askush nuk fiton me forcat e tyre, askush. Aty ka një korrupsion të jashtëzakonshëm. Dhe këtë e them me gojën plot. Sepse ata nuk dënjuan të bëjnë qoftë edhe një njoftim të vogël që një grua, nënë e 2 fëmijëve ka fituar një kupë botërore. Nuk e dha asnjë televizion këtë informacion. Vetëm e ka shkruar zoti Mujo Puç Papaj te Gazeta Nacional, të cilin e falenderoj, ma ka kërkuar vetë një intervistë dhe e ka botuar. Por askush tjetër. Dhe kjo është për të ardhur keq paksa, domethënë për pozitat tona, sepse ne na dhem Shqipëria ose Kosova. Po, patjetër. Atyre ne ju dukemi për akoma të vegjël, por jo, ne nuk jemi të vegjël, ne jemi persona që tashmë me mesazhet tona ndryshojmë botën. Libri ka marrë një certifikat që tregon impact, do të thotë jetë ndjerësi botërore, është internacional impact bukuar. Libri mund të ndryshojë botën. Dhe do vi dita. Ka fituar, unë e kam dhe certifikatën, ka fituar vlerësimin më të lartë të jurisë. Është diçka që unë në fakt e prisja, sepse gruaja në libër është shumë e jashtëzakonshme, por përsëri thoja ka bestseller, ka para meje. E kupton, respektoja hierarkinë që ne jemi mësuar ta respektojmë në vendin tonë. Por jo, nuk ka hierarki në njerëz të mëdhenj, siç jeni dhe ju zoti Fitim që keni marrë një çmim në komunikim. Unë e kam thënë, komunikimi është mbreti i njerëzimit, është vetë njerëzorja që është brenda nesh. Nuk ka njerëz sot që din të komunikojnë bukur. Dhe unë ju falenderoj për komunikimin tuaj, për ftesën tuaj. Falenderoj shumë. Me të vërtet është kënaqësi ju kemi këtu. Me të vërtet komunikimi është, unë e vlerësoj si ujin, si oksigjenin, si bukën, sepse ati nivelit edhe është pa komunikim nuk ka sukses, pa komunikim nuk ka dashni, pa komunikim nuk ka kur gjën këtë botë. Komunikimi ju i duhur është me të vërtet shumë problem, sidomos shoqërinë sot. Përderisa na, si shoqëri, bim konflikt se sot para dite bjen shi, mas dite ka me nxehtë dielli, do të thonë kemi nevojë si forum të kemi shumë komunikim. Mirë po, kjo është një tjetër temë, besoj që edhe shumë e gjatë. Faleminderit shumë për kohën, me të vërtet Blerina ishte një kënaqësi shpirtërore për mua, po edhe për shikuesit tonë. Ju falenderoj nga zemra, ju uroj sukses, ju uroj gjitha të mira. Ishte me të vërtet kënaqësi. Sukses edhe për ju, respekt, mirënjohje për të gjithë shqiptarët që do më ndjekin dhe paçi gjithmonë suksese të tilla që emri juaj, Fitim Ibrahimi, të dëgjohet për te oqeaneve. Faleminderit. Jam e bindur që do arrijë një ditë dhe kjo gjë. Jam shumë e bindur. Ju faleminderit. Këtë bindje ka më dhonë sepse është e shpirtit diçka dhe vetëm këtë formën e funksionoj edhe ekzistoj. Jam shumë e bindur. Kur ke diçka pasion e arrin patjetër. Faleminderit. Ju uroj një ditë mbar, një ditë suksesshme. Faleminderit që ishit mysafir e juaj. Deri atëherë miru pafshim. Faleminderit shumë.